Ndonse fizikisht nuk është në vend, emri i kryeministrit të arratisur Nikola Gruevski është pjesë e çdo debati dhe gjithnjë arsye për përplasje mes pushtetit dhe opozitës. I tillë rasti ishte edhe sot në kuvent. Deputeti i LSDM-s Milet Aleski ka akuzuar kryeministrin Mickoski për adhurim të figurës së ish-kryeministrit. Për më tepër ai ka akuzuar edhe ministrat aktual se takohen çdo 2 javë me Gruevskin në Hungari. Ka kërkuar përgjigje nga ministri i drejtësisë nëse është ripërsëritur kërkesa për ekstradim të Gruevskit nga Hungaria. Ju jap shansin që para gjithë opinionit këtu nga kuvendi të tregoni, po ju paralajmëroj të përgjigjeni drejt dhe sakt. A ka kërkuar Ministria e Drejtësisë ekstradim të ish-kryeministrit të ikur Nikola Gruevski? Nëse nuk e keni bërë deri më tani, pse nuk e keni bërë? Nëse po, kur është dërguar kërkesa për ekstradim dhe deri tek cili institucion në Hungari? Duke ju përgjigjur Taleskit, ministri i drejtësisë Igor Filkov deklaroi se drejtësia është duke i kërkuar të gjithë ata që janë fajtor dhe kanë ikur. Ministria e Drejtësisë nuk ka asgjë të përbashkët me ministrinë që kishit ju në kohën tuaj, kur së bashku Martan Grubin dhe Ali Ahmetin merreshit vesh se kush ku do të ikë. Kjo ministri është në kërkim të gjithë atyre që kanë ikur, por sa unë ju dëgjova ju flisni për azilant politik që nuk kupton se sa herë që krijohen kushtet, gjithmonë Ministria e Drejtësisë do t'i kërkoj qytetarët e saj. Kjo nuk është hera e parë që oponentët politik përplasjen për ikjen e Gruevskit, Grubit dhe të tjerëve që janë në kërkim dhe kanë fletarest ndërkombëtar. Për më tepër LSDM dhe VMRO në të shumtën e rasteve janë përplasur edhe për organizim të ikjes së personave të lartë përmendur.